Ai ideali ka bërë zgjedhjen e tij, në kuptimin që ai ka bërë zgjedhje karrierë, nuk ka bërë as zgjedhje pasione, as zgjedhje patriotike, ti je i sigurt për të. S'ka bërë zgjedhje patriotike. As bëhet fjalë fare, do të thotë, nuk mos. Po thuaj se ka ndjek kombëtarën, themi si qoftë si ideal për që duhet të qenë një kombëtare. Edhe në një lutje aq të madhe nuk ja bëjnë dot sepse ti premtosh, po themi brutit, një lojtar shumë i ri, ti thua që do vish tani, do lush, do marrësh minuta. Nuk është si ja thua dot se ai budalla nuk është, bëhet ai llogaritë e tij, apo jo, ha? Pse sipas meje do të thonë të dyja kanë dështuar për këtë. Mos ka nevojë të vijë atje dhe të bëj një sondazh në Kosovë, ka një ndeshje të Superligës Kosovës të shikoj dhe një ndeshje të Superligës Shqipërisë dhe kupton se çfarë gjendje është gjithë kjo situata. Atëherë pra si cilësohet një kryetar federati i suksesshëm? S'po thojmë që këtë rast ka qenë që po ja dyrën kampionat evropian për gjatë regjimit i tij. Nëse ajo është sukses, nuk do të matet me atë. Apo është vetë Superliga? Një president federat nuk do të matet me atë. Okej. Dëgjoj, këta me të gjitha në futboll dhe atje dhe këtu, ta nuk janë interesuar për zhvillimin e futbollit. Ta janë interesuar për të stabilizuar karrierën e vet. Përshëndetje për këtë shkues të transferimet, jena te Akademia e Futbollit Redi Jupi në Tiranë, Football Republic. Edhe afër meje është kush tjetër pos Redi Jupi, ish futbollist i kombëtarës shqiptare. Faleminderit shumë për kohën dhe për mikpritjen. Mirë se erdhët, faleminderit për këtë ftesë. Redi, derisa me ty të kuptohet ti e angazhuar pas karrierës ke kryer edhe fakultet konkretisht për kuptimin e futbollit, e ke hap akademinë, ka zonë që ka shkuar kjo jeta post karrierës, pas e ke përfunduar. Shumë mirë ka shkuar, do ka qenë kollaj në momentin që e lash sportin. Kur lash futbollin ka qenë momenti i lehtë, siç për çdo lojtar profesionist. Çdo lojtar profesionist niset me një ëndër të madhe, ëndër fëminie. Dhe ku ndërpritet ajo pasaj, për arsye të ndryshme, për arsye moshe, për arsye dëmtime, s'ka rëndësi, nuk është fare lehtë, është e vështirë. Gjithsesi un pata fatin, mundësinë, po mbas edhe përpjekjet që ta kaloja relativisht butë këtë momentin e lënies futbollit, dhe të merresha po me futbollin, po në nivele të tjera, në nivel drejtues, nivel trajnimi, menaxhimi etj, gjitha këto me radhë, po edhe në televizion, në këto opinion, analiza të ndryshme të cilat më kanë mbajtur gjithmonë afër asaj, por gjithmonë me objektivin për të bërë këtë që për cilën ne jemi sot. Ky ka qenë momenti që lash futbollin, ky ka qenë objektivi im final. Kur flasim konkretisht për kompleksin, për akademinë, themi planet afatshkurtë po afatgjata, janë që me pas sa më shumë futbollistë që dalin nga këtu, shkojnë direkt te klube, qoftë Shqipërisë, qoftë në Ballkan, qoftë tutje, apo ç'është ka shkuar për këto 7 vite që keni nis? Dëgjoni, nëse ti vendos vetes, do të thonë sepse kjo pasaj me formim, me brumim edhe me filozofi, me mënyrë jetese. Nëse ti vendos vetes objektiva madhor, siç janë ato që neve në këtë akademi do prodhojmë të ardhmë në futbollin shqiptar, ti je shumë i sigurt që do dështosh ose do mërzitet, do të dështosh shumë. Unë konceptin tim, po edhe njerëz që punojnë me mua, jemi te shprehjet atomike, small habits, ne fillojmë gjëra të vogla. Pra neve mundohemi të rrisim ata fëmijë që na vinë të rrisim sado pak, gjithë secili po themi në progresin e tij. 1% sot, 2% nesër etj. Pra me hapat vegjël të bëjmë atë që çdo fëmijë që vjen këtu ne t'i japim shërbimin. E para njëherë t'i japim mundësi shumë fëmijëve që luajnë futboll. Ky është një kompleks relativisht i zgjeruar, po themi, në cilin mund të luajnë, aktualisht luajnë 300 fëmijë, që janë të angazhuar me ne, por luajnë edhe të tjerë. Nga moshat 5 fillojmë ne deri në 17 vjeç. Shpresojmë ta zgjerojmë, ta shtym moshën pak më lart në vitin tjetër. Pra, ne japim shërbim të gjithë atyre fëmijëve që vinë. Pra, objektivi i kësaj ky është primar. Që e parë një të ketë sa më shumë fëmijë që të jenë të përfshirë në futboll, dhe e dyta gjithë ata fëmijë që vinë këtu të përmirësohen. Përmirësimi vjen në shumë aspekte pastaj, nëpërmjet punës specializuar, nëpërmjet infrastrukturës, që është një gjë që shikohet vetë s'ka gjë, nëpërmjet po them metodave të mira, nëpërmjet burimit njerëzor për trajnerë të aftë, që janë edukatorë të trajnerë të aftë, edhe nëpërmjet frymës, ka një frymë, gjithë çdo punë, çdo institucion, çdo ndërmarrje, çdo biznes ka një frymë, e cila ka një ndikim shumë të madh në formimin dhe rritjen e atyre fëmijëve. Këto janë objektivat tonë, pra small habits. Nëse këto më thënë, na çojnë te rritja, formimi dhe bërja talentëve apo atyre të predestinuarve për të kombëtarën e ardhshme, pse jo, domethënë, do ishte një gjë shumë e rëndësishme dhe shumë e mirë. Por mundohemi të rrim me ato përmirësimet e vogla të 1%-shet. Redi, ku jena te talentat, këtë rast të ambicjet, qoftë juaj apo qoftë edhe temi të shtetit që me pas shumë talente nga Shqipëria, derisa me pyet për këtë fenomenin që po ndodh kohët të fundit, që edhe u bë temë, sidomos në ditët e fundit, për këtë farë grabitjen kushtimisht të Shqipërisë, Federatës Shqiptare te futbollistët e Kosovës. E pam rastin e Etnik Brutit,
që ka qenë kapiteni Unis të Nishave, tash është zgjolli Shqipërinë. A është problemi që Shqipëria s'po nxjerr talenta apo nxjerr, por Kosova e ka më të mirë? Ç'është e kishe definu këtë situatë? Dhe këtë farë përqarje themi, që pak përqarje ka ndodhur, s'punë me mohu. Po patjetër që ka ndodhur përqarje. Dgjoj, ai gabimi që ne bëjmë, gabimi logjik që ne bëjmë kur duam ta analizojmë një situatë, është që neve po themi duam të japim një përgjigje definitive. Janë të gjitha nga pak. Pra nuk është se po themi vetëm një përgjigje ose një nga faktorët në një analizë e zgjidh të situatën. Këtu janë shumë fenomen brenda gjithë kësaj gjë. Është për të thënë e para një që ai ideali ka bërë zgjedhjen e tij, në kuptimin që ai ka bërë zgjedhje karrierë, nuk ka bërë as zgjedhje pasione, as zgjedhje patriotike, ti je i sigurt për të. S'ka bërë zgjedhje patriotike. As bëhet fjalë fare, do të nuk mos. Po thuaj se ka ndjek kombëtarën, themi si qoftë si ideal për që duhet të qenë një kombëtare, qoftë si diçka që ka pas pasion nga fëmijëria apo nga prindrit. Pastaj pat reagim nga baba i tij që tha që ne kemi qenë pjesë ushtrisë klimtare, ne si na tradhtor për tradhtorin këta që se kanë përcjell themi amanetin e flamurit që ka qenë që këtë rast. Po thos, s'ka qenë pasioni i tij, thjesht kalkulim. Babai ka të drejtë të thotë çdo gjë, është i legjitimuar për atë. Edhe pse sa më pak flasin prindërit, aq më mirë është në këtë aspekt. Si nacional po thu. Unë mendoj që këtu nuk bëhet fjalë për çështje as patriotike, këtu bëhet fjalë për çështje konvencioni, për çështje të interesave të tij. Ai në këtë moment ka zgjedhur Shqipërinë sepse Shqipëria në këtë moment ka një status më të mirë se sa Kosova. Dhe kjo është e gjitha. Pastaj, nëse këtu ka do të thënë trajtimi jo të dur nga kombëtarja e Kosovës. Pra nëse ai pretendonte që mbase mund të luante me ekipin A dhe ata e grumbullonin me U21, pra duhet kishin një integrim më të shpejtë aty me ekipin A. Apo kujtun se çfarë ato pastaj janë çështjet që edhe mund të kenë ndikuar, kupton? Po ti je i sigurt që ai ka bërë një zgjedhje karriere, domethënë. Kam dyshime të forta, ky është mendim personal. Kur thonë që Shqipëria ka status më të mirë, po mendoj kuptohet ka qenë kampionat evropian tash 2 herë, po kemi shumë futbollistë themi tash elitar, top 5 liga që kanë dalë nga Kosova direkt pa pas nevojë me shkuën në Shqipëri apo të me diku tjetër. Kështu që pse mendon që është shumë më lart Shqipëria se sa Kosova në kuptimin e po flas për ekipin përfaqësues shqiptar dhe ekipin përfaqësues të Kosovës. Po flas për këto të dyja. Nuk po flas për Shqipërinë si kontekst futbollistik apo për Kosovën si kontekst futbollistik. Në këtë aspekt të dyja janë të dështuara. Edhe Shqipëria dhe Kosova. Mos kujtoni se bëhet një punë më e mirë atje. Mos kujtoni se ai presidenti i Federatës Kosovës është shumë i mirë se ky Joni këtu. Do të thotë është po aq problematik sa ç'është ky këtu. Në futboll në brendshëm këta kanë dështim spektakolar nga të gjitha anët. Pra ai ka dështim dhe në aspektin e menaxhimit të ekipit kombëtar, sepse ekipi kombëtar ka shkuar vetëm poshtë përveç se momentit parë që Kosova u njoh në FIFA dhe UEFA. Pra ishte momenti i parë në cilin ata mund të përzgjidhin shumë lojtar, sepse ishin shumë lojtarë që erdhën për një herë, edhe të kishin të drejtë lojtarë 25-26 vjeçar që kishin luajtur me kombëtarë të tjerë dhe kishin të drejtë të vinin të luajnë edhe me Kosovën. Pra mund ta kishin zgjedhje. Në këtë moment zgjedhja nuk është aq e madhe. Zgjedhja i ka ngelur te ata që u zgjodhën atëre, një pjesë e këtyre lojtarëve ose ata të emigracionit që kanë, që popullsia e Kosovës ajo është, dhe çfarë prodhohet në kampionatin vendas. Prodhimi i kampionatit vendas, pra produkti i brendshëm, është mjeran nga të dy anët. Mos kujtoni ju ande se keni një potencial të madh talenti në raport me ne. Unë mendoj që, dhe ky është mendim shumë personal, ne nuk e kemi këtë. Por pse s'po ndodh anasjelltas? Kjo është pyetja që shumë po e bëjnë. Ka shumë raste të vogla që Shqipëria e mor nga Kosova, jo e kundërta. Nëse Kosova do kishte shkuar 2 herë në Europian, nëse Kosova do ishte në stadin që është kombëtarja shqiptare tani, ti je i sigurt që do kishe eksodin në krahun tjetër. Ti je i sigurt për të. Pra do kishe mundësi të shkonin në ndej. Në fakt, këtu ka dhe një impenjim çik më të madh nga pjesa këtej, duke shfrytzuar këtë status që kanë për t'i marrë lojtarët e Kosovës. Do kjo nuk duhet mohuar, por njëri me zor nuk i merr, domethënë, ti je i sigurt për të. Edhe në një lutje aq të madhe nuk ja bëjnë dot sepse ti premtosh, po themi brutit, një lojtar shumë i ri, ti thua që do vish tani, do lush, do marrësh minuta, nuk është si ja thua dot se ai budalla nuk është, bën ai llogaritë e tij, apo jo, ha? Pra, unë mendoj që është më shumë dëshira e tij, sesa këta e kanë ngacmuar, dëshira e tij për të ardhur, për të futur, për të bërë pjesë e një kombëtari që jep status më të rëndësishëm, mbase kanë ndikuar në të gjithë. Tani të ta mbyllë këtë pjesën e futbollit atje dhe futbollit këtu. Pse sipas meje, do të thënë të dyja kanë dështuar për këtë. Unë s'ka nevojë të vi atje dhe të bëj një sondazh në Kosovë, ka një ndeshje të Superligës së Kosovës të shikoj dhe një ndeshje të Superligës së Shqipërisë dhe kupton se çfarë gjendje është gjithë kjo situata.
Kupton? Pra është Atëherë pra si cilësohet një kryetar federati i suksesshëm? S'po thojmë që këtë rast ka qenë që po ja dyrën kampionat evropian përgjatë regjimit të tij, nëse ajo është sukses, nuk do të matet me atë. Apo është vetë Superliga? Një president federat nuk do të matet me atë. Okej. E di me çfarë do të matet një president federat? Me numrin e fëmijëve të regjistruar në futbollin vendas. Pra Kosova, nëse nuk e di sa ka Kosova. Nëse Kosova ka pas 10.000, po themi, përpara 10 vjetësh kur ka ardhur Ademi, dhe nëse ata janë tani 10.500 apo janë 9.500, do të thënë që është dështimi spektakolar. Pra ai duhet, e para njëherë neve dhe juve, gjithë bashkë, kemi nevojë të zgjerojmë masën e fëmijëve që janë të përfshirë në futboll. Dhe ajo bëhet e para njëherë duke ngritur strukturat brenda. E dyta njëherë duke i dhënë një projekcion, një imazh të qartë fëmijëve se çfarë do bëjnë atë. Fëmijët nëse shikojnë se çfarë Superligë vendas e këtij, çfarë bëhet në futbollin tonë, mungesë meritokracie dhe gjithë problematika janë të dekurajuar për shkuar për futboll. Unë s'po them që Agim Ademi apo Armando Duka do servisin kalamaj dhe do bëjnë talentet. Po ata përgatisin kushtet që shtohet numri dhe nëpërmjet masivizimit, shtimit të numrit fëmijëve, pastaj vjen cilësia. Më kupton? Një fëmijë i talentuar në Kosovë, sepse rastësisht ka qelluar që lojtari më i mirë superior tani është Zabërja, është një lojtar i Kosovës. Po kjo s'është merite e futbollit kosovar. Se këta janë të predestinuar që ti dha atë të cepi fushës ta lësh atje me i top, ai do bëhet futbollist vet. Merita e një futbolli, e një institucioni, e një klubi, e një akademie, është kur nxjerr breza, gjenerata. Pra Manchester United, 10 lojtarë, Scholes, Beckham, Giggs, 10 veta nga një brez lojtar që u përgatitin që shkon lart. Kjo është punë e specializuar dhe punë akademisë. Një tek Messi apo Neymar apo njëri që rritet vet, ai nuk është punë e specializuar e një sektori. Pra, edhe neve dhe juve, ne na dalin sporadikisht, random, një lojtar në 2-3 vjet, i cili shkon shitet atje. Ka qelluar në këto vite që këta të Kosovës shiten çik më mirë se shiten këta këtu, po kjo domosdoshmërisht tregon që atje po bëhet një punë më e specializuar se këtu. Pra është komplet e rastishme gjë. Pra këtu nuk është një punë. Do të thonë ka ende shumë punë të dy federatat. Po s'kan filluar akoma. S'kan filluar akoma. Dgjoj, këta me të gjitha në futboll dhe atje dhe këtu, ta nuk janë interesuar për zhvillimin e futbollit. Këta janë interesuar për të stabilizuar karrierën e vet. Pra ai interesohet për zgjedhjet e ardhshme. Ai nuk ka asnjë merak që futbolli zgjerohet. Këtë rast zgjedhjet e ardhshme ndoshta pak ndikojnë nga suksesi i tyre para prap, që mos zgjedh prap, apo thotë kjo s'ka rëndësi sepse dëgjoj, ka një gjë që zakonisht në zgjedhje themi politike, ai që do me kandidu ka diçka që ka me treguar çka ka bë. A është e njëjta në këtë rast edhe ka një secili ka një bilanc kur futet në zgjedhje. Problemi është që këtu s'janë zgjedhje politike. Këtu janë zgjedhje të me shumë ngërë, shumë të mbyllura. Në Shqipëri për shumë votojnë 55 klube. Ato 55 klube janë nuk përfaqësojnë vullnetet e komuniteteve që janë. Është shumë ngërë dhe shumë mbyllur ai votimi. Ai mjafton ta mbaj, kështu siç është gjithë lëvizja futbollistike, siç e mban ai atje. Atje në Kosovë mora vesh që duhet 15 propozime për një kandidat për president federate, më kupton? Është do të thonë ai e ka mbyllur fare. Ky po e ka mbyllur dhe ai atje. Pra, ka një gjë që progreset e zhvillimit këta mund t'i nxjerrin nga xhira dhe nuk janë të interesuar ta progresojnë ta zhvillojnë. Në qoftë se një president federati, nëse do kishte shtyp, nëse do kishte komunitet, nëse do kishte grupe interesi, do i thonë, "Ore vlla, ke 20 vjet apo sa ka ai Kosovës 15 vjet në president, sa e ke çuar numrin e fëmijëve që luajnë futboll? Çfarë statusi kanë klubet shqiptare dhe kosovare? Do thonë ti, kush janë aktorët dhe faktorët e rinj që janë futur, çfarë sponsorizime ke?" Kjo është lëvizje dështuar komplet. Klubet kosovare njerë shikon, si që ata klubet shqiptare, njerë shikon Ballkanin 2 vjet, 3 vjet që bën një histori kështu, hikën pasaj s'dihet ku shkon, del drita, hikën drita, del njëri, Prishtina hikën zhduket fare. Kjo është mirë që me pas themi, mos me pas një dominim absolut në një ekip. Po them të ketë dominim, po duhet të ketë vazhdimsi. Pra duhet të ketë vazhdimsi dhe garanci, duhet të ketë klube të strukturuara. Kjo mungesa e vazhdimësisë së klubeve tregon që ato janë të pastrukturuar, janë potencialisht, janë pa financa. Pra janë të rastishme. I vjen një dorë parash aty nga një krah, i futi investojnë këto vite, i mbaruan ato paratë aty, hikën ku ka klub në botë shumë. Këto ndodhin në Argjentinë, në krizat Argjentinë, kur është vlerësuar moneda vendes aty që blenin bukën, një bukë blenin me i thes me para, apo në vende të çuditshme, domethënë që ndodhin këto problematika. Në vende që janë demokraci mund ta themi të stabilizuar, edhe pse s'ma nxe goja me e thonë, domethënë, s'mund të ndodhin këto, domethënë, pra lëvizjet nuk janë të shëndosha lëvizjet e brendshme.
ekipet kombëtare, normalisht ekipet kombëtare të federatave respektive nuk duhet të jenë në tagrin e presidentit. Duhet të jetë një drejtor sportiv i fortë atje, drejtor teknik, po themi siç ka në Gjermania, ka pas birë apo kujt çfarë. Dhe ai duhet të merret me atë çështje. Pra është patjetër që është në varësinë e presidentit të federatës, por ai duhet të përgjigjë për të. Presidentët e federatës në përgjithësi nuk janë teknik, janë burokrat. Ata i ke parti këta tanët gjithë me rekrutimin e lojtarëve, me rekrutimin e trajnerëve, këta mi sfullën luajnë vetë. Kjo është çështja e kësaj. Pra, problematika të gjëra në këtë aspekt. Për ta mbyllur të, asgjë nuk po bëhet mirë as këtej as andej. Janë të rastishme situatës, por asnjë në këtë rast është në favor të këtej kufirit se andej kufirit. Redi, të falenderoj shumë për përgjigjet, keni intervistë shumë themi konstruktive, me diçka që u dash me ditë për themi krahasimet, themi këtë përqarjen kushtimisht, po edhe për të ardhmen potenciale të dy shteteve, dy përfaqësuesve dhe të dy federata. Tash kena më shku me një listë legjendave të futbollit dhe të futbollistëve aktual. Kjo e zgjedh Redi sipas këndvështrimit tënd si ish futbollist i kombëtarës shqiptare. Kështu që kur jena gati, vazhdojmë. Zinedine Zidane, Ronaldinho. Që fillove shumë fort me dy revolucionar të futbollit. Po zgjedh Zidane për arsye të pozicionit, domethënë, se është më sfëshor dhe është më afër pozicionit që kam pasur unë dhe e shikoja, është një nga idhujt e rinisë time, po themi. Okej. Pele Maradona, pak më larg, po besoj e keni mendim. Ajo që ke pa. Unë Maradona kam parë, Pele e kam parë shumë pak, kështu që do thonë që Pele është i paritshëm, po edhe Maradona ishte genial. Maradona këtu. Maradona. Maldini, Beckenbauer. Maldini. Fenomeni Ronaldo, Thierry Henry. Ronaldo. Xavi, Luka Modric. Xavi. Edhe pyetja më e pashmangshme, pyetja më e famshme për këto 15 vite të fundit, Messi, Ronaldo. Messi. Pa dyshim. Këtu e kam dyshimin shumë të vogël se të tjerat. Okej, domethënë, nëse mundesh më bëni top 3 të historisë sipas teje më të mirë apo top 5, Messi pas ka qenë i parë apo Maradona? Jo. Maradona, Pele dhe pasaj Messi. Okej. Kena futbollista aktual që janë temi konkurrencë me njëri tjetrin kokë në kokë, Mbappe, Haaland. Mbappe. Vinicius, Rafinha, dy brazilianë që po konsiderohen për top 3. Vinicius. Lautaro Martinez, Julian Alvarez, dyshë Argentinës që ja zuri vendin. Lautaro? Po. Edhe për kombëtarën apo vetëm për Inter po flet? Në përgjithësi, çfarë përfaqëson lojtari në kompleksitetin e tij. Van Dijk, Saliba. Van Dijk. Edhe për portiera Courtois, Alisson. Courtois. Pyetja e fundit është topi i art këtë sezon. Kemi Mbappe, kena Salah, kena Vinicius, Rafinha, mbas edhe Yamal. Varësisht çan do Champions League, kush është për ty topi i art deri tash me merit? Unë për top në art nuk jam personi më i përshtatshëm sepse e mendoj ndryshe nga ajo se çfarë si ka funksionuar vitet e fundit. Po. Në vitet e fundit ka funksionuar me trofe, me lojtarin unë mendoj që top në art do ta fitoj lojtarin më i mirë në botë në qarkullim, sikur edhe në spital të jetë. Domethënë, kështu që për mendimin tim Mbappé është pak më lart se të gjithë të tjerë, domethënë për jo për atë që për shfaqje, por për cilësitë që ka dhe çfarë përfaqëson, kështu që unë them Mbappé. Pse jo Salah kur për shembull ka më shumë ti golla, më shumë ti asiste, ligën ligën më fort në botë? Këtu ndahen, domethënë që është atë. Për mua Salah është një lojtar shumë i mirë, por nuk është lojtar. Çka ka Mbappé që s'ka Salah? Mbappé ka cilësi të tjera individuale, të cilat në opinionin tim qëndrojnë pak më lart se ato të Salah, por nuk mund të thuhet që ka një diferencë, njëri është shumë pak ose shumë se tjetri. Për mua Salah është një lojtar shumë i mirë që gjithmonë do jetë i 4-5 në atë listën e topit të art. Shikues ndruar, këto ishin përgjigjet e Redi Jupit. Faleminderit shumë për kohën Redi dhe edhe një herë për mikpritjen. Të urojmë shumë sukses në gjitha aspektet me këto që po bën. Gjithashtu.